إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Vëllezër dhe motra në Islam, falënderimet I takojnë vetëm Allahut xhelle xhelaluhu, Zotit gjithësisë. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen nga Allahu I lartësuar të na ruaj prej të këqijave, të cilat janë pasojë e veteve dhe veprave tona. Aty që Allahu e udhëzon në rrugën e drejtë nuk ka kush e humb, ndërsa aty që nuk e udhëzon Zoti xhelle xhelaluhu, askush nuk mundet me drejtu. Dëshmojmë se I vetmi që meriton adhurimin është Allahu fuqiplot dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Tij. Thot Allahu në Kur'anin e madhrueshëm: O ju që keni besu, kijani frikën Allahut xhelle sha'nuhu me një frikë të vërtet, e mos vdisni ndryshe, por vetëm se duke qenë musliman. Dhe thot në një verset tjetër të Kur'anit famlar: O njerëz, kijani frikën Allahut xhelle xhelaluhu, I cili ju krijoi ju nga një qenie vetme. Pastaj krijoi bashkëshortën e Tij. E këto ishin Ademi dhe Havaja, të parët njerëz në faqen e dheut. Dhe më vonë lindën burra dhe gra të shumt, pra njerëzimi u shtua. Friksohuni Allahut dhe ruani lidhjet me farefisin tuaj dhe dijeni se Allahu është mbikëqyrës I veprave tuaj. Dhe thot I Madhi Zot në një ajet tjetër: O ju që keni besu, kijani frikën Zotit xhelle xhelaluhu dhe mos flitni ndryshe, por vetëm se fjalë të drejta. Është Allahu ai I cili I fal gjunahet tuaja dhe përmirëson çështjet e jetës tuaj. Me të vërtetë ata që I bindën Allahut dhe pejgamberit alayhis salam kanë gjetë një shpëtim të madh. Dhe më pas fjalët më të mira janë ato fjalë që I Madhi Zot xhelle xhelaluhu na I ka thënë në Kur'anin e madhrueshëm. Udhëzimi më I mirë është ndjekja e rrugës së Muhamedit alayhis salatu wassalam, ndërsa fjalët dhe veprat më të këqija janë ato që nuk kanë bazë, nuk kanë mbështetje në fenë e Zotit xhelle xhelaluhu dhe si të tilla meritojnë dëshkimin. Vëllezër, kemi folur gjatë këtyre javëve për ditëlindjen e pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe tham se ditëlindja e tij ishte mirësi që Allahu xhelle xhelaluhu I solli mbar njerëzimit. Me ardhjen e pejgamberit alayhis salatu wassalam, njerëzimit I erdhi një mirësi shumë e madhe. Folëm për dashurinë që ne duhet kemi ndaj pejgamberit alayhis salatu wassalam
duke sjell shembull nga jeta e sahabëve, Allahu qoftë i kënaqur me ta, se si e kanë dash pejgamberin alayhis salam, e si të mos e donin aty kur edhe gurët i kanë dhënë selam, edhe pema ka vajtu për pejgamberin alayhis salam, edhe kafsha ja ka qajt hallin e vet pejgamberit alayhis salatu wassalam, siç kanë ardhur në hadithe të sakta dhe të vërteta. E sot në ndasht Allahu xhelle xhelaluhu do të ndalemi tek adhurimi i pejgamberit alayhis salatu wassalam. Ne e di më së miri se Zoti xhelle xhelaluhu nuk na ka kriju kot në këtë botë, por na ka kriju për një çështje madhore, dhe ajo çështje është ibadeti ndaj të madhit Zot. O ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Nuk i kam kriju xhinët dhe njerëzit vetëm e vetëm që të bëjnë ibadet mu, thot i madhi Zot xhelle xhelaluhu. Dhe më së miri këtë verset kuranor do ta kuptonte më i mira krijesë e Zotit xhelle xhelaluhu, më i miri i gjithë pejgamberëve dhe vula i tyre, Muhamedi paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të. Ne kemi thonë dhe shohim dhe përjetojmë në këto kohë që jetojmë, se si njerëz apo shoqërit ndryshme apo shtetet ndryshme, rezultatet, arritjet që kanë mundohen t'ja dedikojnë figurave cilët kanë dalë nga ai vend. Dhe nuk ka dyshim se më së tepërmi muslimanët duhet që të mburren dhe të krenohen me pejgamberin e tyre për gjithë këto të mira që ai i solli atyre. Mjafton fakti që na tregoi rrugën e vërtetë, rrugën që çon kënaqësinë e Zotit në këtë botë, e të fitojmë xhenetin dashur i madh i Zotit në botën tjetër. Si adhuronte Zotin xhelle xhelalu pejgamberi alayhis salam, i madh i Zot xhelle shanuhu i drejtohet profetit të tij në Kur'an duke e quajtur robin e vet. Pra e ka quajtur Zoti xhelle shanu Muhamedin alayhis salam si robin e tij. Dhe ti je rob i Zotit xhelle xhelalu është arritje shumë e madhe. Njeriu ka dy alternativa, ose do të jetë rob i epshit dëshirave të tij, ose do të jetë rob i Zotit xhelle xhelalu. Nëse je me të vërtetë rob i Zotit, je nënshtruar urdhrave të Zotit, kjo është një dëshmi se inshallah je në rrugë të hajrit. Allahu xhelle xhelalu thot në Kur'an: Subhanalladhi asra bi 'abdihi lejlen min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Pat meta, i lartë madhërishëm është Allahu xhelle xhelalu, i cili e mori robin e tij. Kush ishte ky? Pra e mori Muhamedin alayhi salatu wasalam në një pjesë të natës nga xhamia e Qabes në Mekë për në xhaminë e Aksas në Palestinë, për t'i tregu disa prej mrekullive të Zotit xhelle xhelalu, disa prej argumenteve të Zotit xhelle xhelalu, me të vërtetë Allahu është ndëgjues dhe shikues. Pra e ka quajtur Zoti xhelle shanuhu profetin ton si rob të tij, pra si rob të Zotit. Dhe në një ajet tjetër thot: Tebarakalladhi nazzala al-furqana ala abdihi li yakuna lil alamin nadhira. Pat meta, i lartësuar është ai që ja zbriti Kur'anin robit vet, kujt? Muhamedit alayhis salam. E ky ishte Allahu xhelle xhelalu, që ja zbriti Kur'anin robit vet, Muhamedit alayhis salam, me qëllim që të jetë këshillues për botrat, të jetë këshillues për njerëzit. Dhe në një ajet tjetër thot i madhi Zot xhelle xhelaluhu: wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alayhi libada. Dhe se kur ngrit robi i Zotit xhelle xhelalu, Muhamedi alayhis salam, ta luste Allahun xhelle xhelalu, ta përkujtonte, ta përmendte Zotin xhelle shanu, ata që nuk kishin besuar apo xhinët, gati thot njërin mbi tjetrin hipnin për me ndju e me pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra Zoti xhelle xhelalu ka qujtë si rob të tij. I tillë ishte pejgamberi alayhis salam, rob i mirëfillt i Zotit xhelle xhelalu, i nënshtruar krejtësisht ndaj Allahu xhelle xhelalu. Gjithçka që bënte, e bënte për hatër të Zotit xhelle xhelalu.
Dhe ishte motja e tij ashtu siç thot Allahu në Kur'an, kul inna salati wa nusuki wa mahyaaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Thuaj, me të vërtet namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun xhelle xhelalu, Zotin e gjithësisë. Për këtë jam urdhëruar dhe unë jam i pari muslimanëve, i nënshtruar krejtësisht ndaj Zotit xhelle xhelalu. Ndalemi pak tek namazi i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Si çdo njeri tjetër, e veçanërisht tek pejgamberi alayhi salatu wassalam, që preokupimet i kishte shumë më të mëdha, sepse ishte kryetari i muslimanëve, ishte i angazhuar me çështjet e tyre, ishte angazhuar me çështjet e familjes vet, ishte angazhuar me çështjet e thirrjes, ishte angazhuar me çështjet e shokëve të tij, të cilët anë kënd ishin me përhap fenë e Zotit xhelle xhelaluhu, sprovohej, edhe pikëllohej, edhe mërzitej, por e gjente kënaqësinë në namaz. Dhe i thoshte Bilalit radiallahu anhu, rihna biha ja Bilal, na qetëso me namazin o Bilal. E lajmëronin se ka ndru jetë dikush prej shokëve të tij, apo ka ndru jetë dikush prej fëmijëve të tij. I thoshte Bilalit radiallahu anhu, rihna biha ja Bilal, na qetëso me namazin o Bilal. Pra thritin njerëzit ta falin namazin bashkërisht o Bilal. Dhe thoshte alayhi salatu wassalam, wa ju'ilat qurratu ayni fi salah, kënaqësia ime, qetësia ime është në namaz. Qetësohej alayhi salatu wassalam kur falej dhe i drejtohej Zotit xhelle xhelal, kur i përkulej Allahut xhelle xhelalu. E bënte me kënaqësi dhe nuk e bënte ta kryej këtë dhe të merre me punë të dynjos, siç mund bëjë ndoshta shumë prej nesh. Nuk e kishte barë namazin mbi supe, por e ndinte si një obligim ndaj Zotit xhelle xhelal dhe shihte kënaqësi. Dhe nuk mjaftohej alayhi salatu wassalam thjesht me 5 kohët e namazit, por kur nuk e linte namazin e natës pa e fal. Dhe kur i kalonte ndonjëherë për ndonjë arsye, e falte gjatë ditës. Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të. Por si ishte namazi i tij gjatë natës? Thot Hudhaifa radiallahu anhu, njëri prej shokëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, pas namazit yatsis, ju bashkëngjita pejgamberit alayhi salam për me fal namaz natën. Vazhdoi pejgamberi alayhi salam të lexonte nga Kurani, pasi lexoi në rekatin e parë suratul Fatiha, filloi të lexonte nga surja Bekare. Vazhdoi të lexonte dhe thot Hudhaifa, mendova se kur të arrit tek ajeti 100 në surën Bekare, do ta ndërpres leximin dhe do të shkoj në ruku. Por nuk ndodhi kështu. Lexoi pejgamberi alayhis salam derisa i dha fund surës Bekare. Rreth 50 faqe afërsisht nga Kurani. Më pas filloi të lexonte nga suraja pasardhëse në renditje, surja Ali Imran. Lexoi pejgamberi alayhis salatu wasalam derisa e mbaroi dhe këtë sure. Më pas filloi të lexonte në surën Nisa. E lexoi derisa e përfundoi dhe këtë sure. Sa herë që përmendej mëshira e Allahut xhelle xhelaluhu, i drejtohej të madhit Zot, or Zot, na përmbledh ne, na përfshi ne me mëshirën tate, na mëshiro Zoti jon. Sa herë që përmendej dëshkimi i Zotit xhelle xhelaluhu, i kërkon të mbrojtja Allahut xhelle xhelaluhu duke thonë, or Zot, na ruaj nga dënimi jot. Sa herë që madhrohej Allahu xhelle xhelaluhu, e madhronte Allahun duke thonë subhanallah. Më pas pejgamberi alayhi salatu wasalam thot Hudhaifa duke na tregu, shkon në ruku. Ka qëndru pejgamberi alayhi salam në ruku për afërsisht sa qëndroi në këmbë duke lexuar nga Kurani. Është ngritur nga rukuja dhe qëndroi në këmbë për afërsisht sa qëndroi dhe në ruku, duke përmend dhe madhru Zotin xhelle xhelalu. Më pas shkoi në sejdë, ka qëndruar në sejdë për afërsisht sa qëndroi në ruku dhe në këmbë.
Pasi e mbaron këtë rekat, ngrihet dhe falë rekatin e dytë. E ka zgjatur rekatin e dytë pejgamberi alayhi salatu wassalam ngjashëm me rekatin e parë, derisa ka dhënë selam. 6 deri në 7 orë duke u falë për Zotin xhelle xhelaluhu, duke madhuru dhe përmend Allahun xhelle xhelaluhu, duke ju përul Allahut subhanahu wa taala, qëndronte duke adhuru Zotin 6 deri në 7 orë. Jajtëshin këmbët nga qëndrimi i tepërt në këmbë. I thot Aisha radiallahu anha kur e sheh në këtë gjendje në një rast, o ai dërguari i Allahut, përse po e mundon kaq shumë veten, kur Zoti xhelle xhelalu ty ti ka fal gjunahet që ke vepruar më parë dhe ato që do të veprosh më pas? Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, ja Aisha, oj Aisha, efela ekunu abden shakura, a nuk meriton Allahu xhelle xhelalu që unë t'jem falendërues ndaj ti? A nuk më takon mu t'jem falendërues ndaj Zotit xhelle xhelalu për gjithë të mira që mi ka dhënë i madh i Zot? Dhe thot Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, një natë thot u lidha pas pejgamberit alayhis salam për të falë namaz me të. E ka zgjat namazin aq shumë sa që mendova për keq. I than, për çfarë mendove o Abdullah? Tha, mendova që të umulesha dhe ta linja pejgamberin alayhi salatu wassalam të vazhdonte i vetëm në namaz. Allahu qoftë i kënaqur me të. Ky ishte namazi pejgamberit alayhi salatu wassalam. 6 deri në 7 orë vëllezër, namaz natë. Nuk diskutohej tek profeti dhe shokët e tij, që u edukuan me mësimet e pejgamberit alayhis salam, falja e 5 kohëve të namazit. Nuk mund diskutohej, dhe nuk duhet diskutohet sot tek muslimanët, ndonë fatkeqësisht shumë prej tyre e kanë neglizhu këtë që është nga shtyllat bazë të fesë islame, pra falja e 5 kohëve të namaz. Si ishte agjërimi i pejgamberit alayhis salatu wassalam? Ka qenë dhe i dalluar nga të tjerët, dhe kjo veçës për pejgamberin alayhis salatu wassalam ka ardhur në hadithe të sakta se bashkonte ndërmjet agjërimit ditës dhe të natës. Dhe kjo e veçantë është për pejgamberin alayhis salam. I thanë sahabët, oj dërguari i Allahut, dhe ne duam të veprojmë si ti. Tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, jo, nga se ju nuk jeni si unë, mu më ushqen dhe më furnizon Allahu xhelle xhelalu. Thotë Abu Dardaja, Allahu qoftë i kënaqur me të, prej shokëve të pejgamberit alayhis salam. Ishim thotë në udhtim bashkë me pejgamberin, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të. Temperatura thotë ishte shumë e nxehtë, saqë nga nxehtësia shumë prej shokëve tanë që ishin në udhtim i vendosnin duart mbi kokët e tyre për me evitu sa do pak rrezet e nxehta. Dhe thotë nuk kishte në mesin tonë agjërueshëm veç pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe Abdullah ibn Ruahas. Bëhet fjalë për agjërimin në këtë kohë të nxehtë. Ndërsa në Ramazan kanë ardhur argumente të qarta se përkushtimi i pejgamberit alayhis salam ishte shumë i madh, veçanërisht në 10 netët e fundit të Ramazanit. Siç thot Aisha radhiyallahu anha, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil amali salihu fiha aktharu min ghayriha. Ishte pejgamberi alayhis salam që përkushtohej në punë të mira, në ibadet gjatë këtij 10 netëshi, më tepër se sa në ditët e tjera apo netët e tjera të Ramazanit. Namazi pejgamberit alayhis salam, agjërimi pejgamberit alayhis salam, leximi i Kuranit pejgamberit alayhis salatu wassalam, që përkushtohej mjaft, por kërkonte edhe nga të tjerët që dhe kënaqej, gëzohej kur dikush i lexonte nga Kurani. I thot Abdullah ibn Mesudit radhiyallahu anhu, o Abdullah, më lexo diçka nga Kurani. Po i thot, oj dërguari i Allahut, ty të ka zbrit Kurani dhe po don me ndëgju
nga unë? I tha pejgamberi sëm po, na lexo diçka nga Kurani. Dhe lexoi Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu derisa arriti tek fjala e të madhit Zot në suratun Nisa kur thot: "Fa kayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala haula'i shahida." Si do të jetë gjendja atyre që nuk kanë besu, kur ne çdo populli do t'i sjellim nga një dëshmues, nga një dëshmitar, dhe ti o Muhammed do të jesh dëshmitar për popullin tënd. Tha Abdullah ibn Mesudi, kur e lexova këtë ajet, tha pejgamberi alayhis salam hasbuk, mjafton. Shikoj thot nga pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe pa se fytyra e tij, mjekra e tij ishin të lagura nga lotët që kishin dalë prej pejgamberit, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të, duke meditu në fjalët e Zotit xhelle xhelalu. Bilali, muezini pejgamberit alayhi salatu wassalam, na transmeton dhe thot se një ditut pak para namazit sabahut shkoi tek pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe e gjej duke vajtu, duke qajt. I thash: "O i dërguari i Allahut, përse je duke qajt?" Tha: "Unzilet alayya hadhihi lejla ayat, wailun liman qara'aha wa lam yatadabbarha." Sonte më janë zbrit disa ajete, mirë për aty që i lexon dhe nuk mediton për ta. I thot Bilali: "O i dërguari i Zotit, më kallëzo, kush janë këto, cilat janë këto ajete?" I thot pejgamberi alayhi salam: "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi lejli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanak fakina adhaban nar." Me të vërtet, në krijimin e qejve dhe tokës, në ndryshimin e natës dhe ditës, ka argumentet qarta për të zotërit e mendjes, për ata të cilët e përmendin Allahun xhelle shanu në komb, ulur apo shtrirë, dhe meditojnë, e thonë: "O Zoti jon, ti nuk i ke kriju kot këto, subhanek, i lartë madhërishëm jeti, fakina adhaben nar." Runa Zot prej zjarrit xhehenemit. Runa Zot prej zjarrit xhehenemit. Kishin zbrit këto ajete dhe pejgamberi që meditonte për ta. E ne çdo ditë jetojmë, i shohim këto ndryshime, i shohim këto argumentet Zotit, por pak meditojmë dhe pak nxjerrim mësime, e pak i nënshtrohemi Zotit xhelle xhelalu. Qanë pejgamberi alayhi salatu wassalam, e vështirë djesh sot musliman që duke lexuar Kur'an, duke meditu për fjalët e Zotit, t'i lojtojnë syt. E ka me dhjetra që vajtojnë duke pa ndoshta telenovel, edhe thotë se jam musliman, kur ndron jetë në një personazh që ai e ka simpati, apo kur humb ndonjë ekip futbolli që ai e ka shumë për zemër, e kështu me radhë, ndërsa kur vjen fjala për fjalët e Zotit xhelle xhelalu dhe për këshillat e pejgamberit alayhi salatu wasalam, vështirë djesh se ti lotojnë syt. Allahu na drejtoft dhe na uzoft në rrugën e vërtetë. Thot Aisha radhiyallahu anha, një natë nuk po e gjej pejgamberin alayhi salatu wasalam në shtrat, duke kërku, thot, ishte errësin, e gjej, thot, në sejdë, e ndëgjoj pejgamberin alayhi salam që në sejdë, duke rënë para Zotit xhelle xhelaluhu, duke ju përul Allahu xhelle shanuhu, e ndëgjoj, thot, duke thënë: "Allahumme inni a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika bi uqubatik wa a'udhu bika mink la uhsi thana'an alayk anta kama athnayta ala nafsik." O Zoti im, unë kërkoj mbrojtje me kënaqësinë tate prej hidhërimit tat. Kërkoj mbrojtje me faljen tënde prej ndëshkimit tënd. Kërkoj mbrojtje nga ti prej teje. Unë nuk munde me të falenderu ty ashtu sikur se ti e meriton. Ente kema athnejta ala nefsik, ti je ashtu sikur se e ke përshkru vetën tate. Shikoni pra si e përmend të Zotin xhelle xhelaluhu në sejdë, si mediton të në ajetët e Kuranit,
si adhuron të Allahun namaz, si adhuron të Allahun agjërim, si adhuron të Allahun duke e përmend dhe duke kërku falje Zotit xhelle xhelalu. Thot Abdullah ibn Umeri radiallahu anhuma, në një mexhlis të vetëm numëronin prej pejgamberit alayhi salatu wasalam më tepër se 100 herë, duke thonë o Zot më fal, o Zot fali gjunahet e mia, o Zot mëshirom. Pra i kërkon të falje Allahut xhelle xhelalu. Dhe thoshte sallallahu alaihi wasallam, ja ayuhan nas, tubu ila Allahi wastaghfiru, fa inni atubu ilayhi wastaghfiru akthar min 100 marra fil yawm. O njerëz, pendoni tek Allahu dhe kërkoni falje atij, nga se unë më tepër se 100 herë kërkoj falje Zotit xhelle xhelalu në ditë. Si ishte mbështetja e tij ndaj Allahut xhelle xhelalu. Shikoni emigrimin e pejgamberit nga Mekka në Medinë. Kur bashkë me Ebu Bekrin ishin në shpellë, i lujtarët vinë deri tek dera e shpellës. I thotë Ebu Bekri radiallahu anhu, o i dërguari i Allahut, nëse dikush prej tyre do të hedhë shikimin poshtë kapur me napa, pejgamberi alayhis salam, i mbështetur fort në Zotin xhelle xhelalu, i drejtohet dhe i thotë: La tahzan, inna Allaha ma'ana. Mos u dëshpëro, mos u brengos fare, Allahu xhelle xhelalu është me ne. Pastaj thot, ja Abu Bekr, o Abu Bekr, ma baluke bithnein Allahu thalithuhuma. Që mund thushti për dy veta, Allahu është i treti i tyre që i shoqëron. Pra i mbështetur totalisht në Zotin xhelle xhelalu. Vëllezër, pejgamberi son është modeli jon, dhe ai duhet të jetë modeli dhe shembulli ynë, nga se Zoti na ka thonë Kur'an: "Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira." Ju keni shembull më të mirë tek pejgamberi alayhis salam, për cilin do që i ka besu Allahu dhe ditës fundit dhe shumë e përmend Zotin xhelle xhelalu. E nëse me të vërtet pejgamberi alayhis salam është shembulli jon, atëherë ta ndjekim atë. Unë nuk pretendoj kurrë që të rrim 7-8 orë dhe nuk kërkoj këtë prej besimtarë vallahi në këtë xhamis. Por ama nuk mund të justifikohemi duke lënë pa fal 5 kohë të namazit, duke ndjuar ezanit, duke u thrit dhe ja kthejmë shpinën fjalëve të Zotit xhelle xhelaluhu, duke e lënë agjërimin pa bë, apo duke agjëru vetëm kur vjen Ramazani dhe agjërimin që bën të pejgamberi siç është e hënë dhe e njëjta ta neglizhojmë totalisht, duke e lënë Kur'anin mas dore dhe lexojmë gazeta e libra pa dobi, ndoshta e lexojmë Kur'anin vetëm në Ramazan, duke net me orë të tëra, duke parë televizor apo gjërat pa dobishme, dhe rrallë herë na shkon mendja për të thonë astagfirullah, o Zot më fal, o Zot më fal. E që të gjithë ne nuk ka dyshim se po të pyetemi, a e doni xhenetin, do të themi po. Pa dyshim që e duam xhenetin. Por ta dim se Zoti xhelle xhelaluhu nëpërmjet pejgamberit alayhis na ka lajmëruar se i gjithë ummeti do të futet në xhenet përveç atij që nuk don. Tha pejgamberi se kush është ai që nuk don? I than o i dërguari i Allahut, kush është ai që nuk don? Tha pejgamberi alayhis salam, kush mbindet mu, kush ndjek rrugën time, ai është që e don xhenetin. Por kush është ai që refuzon, kush është ai që kundërshton, ai është që refuzon dhe nuk don. Dhe thot pejgamberi alayhis salam, thot Allahu xhelle xhelalu: "Law ja'uni min kulli tariq wastaftahu alayya min kulli bab ma fatahtu lahum hatta ya'tu khalfaka ya Muhammad." Nëse ata, pra njerëzit, do të vinë tek unë në rrugë të ndryshme dhe do të kërkojnë që të futen në xhenet nga dyert ndryshme, nuk do t'u hapet atyre, nuk do t'u jepet leja atyre derisa të vinë pas teje o Muhammed, pra derisa të jenë prej tyre që e kanë ndjek rrugën tate o Muhammed. Ne lusim Allahun xhelle xhelaluhu me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosme, na boj prej tyre që e ndjekin rrugën e pejgamberit alayhis salatu wasalam. E lusim Allahun xhelle xhelaluhu na boj prej tyre që mësojnë për jetën e profetit alayhis salam dhe ecin në gjurmët e tij. E lusim të madhin Zot, na boj prej tyre që adhurojnë Zotin xhelle xhelaluhu, ashtu siç e ka vepruar pejgamberi alayhis salam dhe ashtu siç ka ligjëruar i madhi Zot xhelle xhelaluhu. Nga se në këtë mënyrë kemi kuptuar siç duhet këtë fe dhe dashurinë ndaj pejgamberit alayhis salatu wassalam, ndërsa ata të cilët mendojnë se duke kremtuar ditëlindjen e pejgamberit alayhis salam vetëm një herë në vit, e duke mos i bërë ata urdhra që ka
urdhru i madh i Zot, e i ka vepru pejgamberi alayhis salam, themi se nuk e kanë kuptuar siç duhet dashurinë ndaj pejgamberit alayhis salam. Allahun xhelle shanu e lutim që siç na ka bashkuar në këtë vend, na bashkojnë xhenetet e larta me pejgamberin alayhis salam, shokët e tij dhe besimtarët e drejtë dhe sinqert. Zotin xhelle xhelal e lutim, na i fali gjunahet tona, na i plotsoj tmetat tona, na i forcoj besimin në zemrat tona. E lusim të madhin Zot t'i ndihmoj musliman dhe cilin do që është në ndihmë të tyre t'i poshtroj qafirat dhe cilin do që pa drejtësisht i lufton musliman me të vërtet ai është i plot fuqishëm. Barakallahu li wa lakum fil Quranil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامته شأن الصفي فقد قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة. إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله.